ofrojnë asistencë teknike. Për cilin që u bën zgjedhjeve në këtë rast ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri? Unë pash ke qëndrimi ambasadës amerikane. Se në pamje të parë, çfarë të mbjellësh do të korrësh. Ky është mesazhi. Këto kanë mbjellë, këto kanë korrë. Opozita nuk luftoi asnjë ditë për të fituar zgjedhjet. Opozita fitoi punët e veta të brendshme të partisë. Unë isha një kandidat në listën e hapur dhe pash 37 kandidatët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, se si ishin krejtësisht të çuditur, se si partitë, se si opozita nuk kishte një projekt elektoral për të fituar zgjedhjet, por vetëm për të bërë luftën e saj të brendshme. Mu më izoluan totalisht në koalicion, po siç ma bën mua, e bën gjithë tjerë, nuk ma bën vetëm mua. I izoluan të gjithë dhe nuk i lanë të bëjnë fushat. Ju e dini që në Tiranë Partia Demokratike nuk ka bërë asnjë prezantim kandidatësh, e dini këtë gjë. Domethënë ti nuk ke një aktivitet, një fotografi ku ne të kemi dalë të prezantuar si fytyra. E lëmë me gojë, me fol. Nuk ekziston. E ndaloi Belind Kolliçi sepse duhet të nxirrte kandidat të shokun e vet. E ndalonte Durrës qytetit të dilte ai veti, që ishte i lidhur me Tiranën, që mos dilte ai tjetri. Pra shkriz brenda PD-s. Jo, është më keq, është më keq. Unë mendoj që shtrihet në gjithë. Unë mendoj që amerikanë nuk mund të bëjnë këtë. Këta mund të bëjnë budallë këtu, po amerikanë si bëjnë dot. Qëndrimi i ambasadës amerikane ju drejtu popullit dhe neve i drejtohemi Amerikës në emër të popullit, jo për të kërkuar ama na zgjidhni hallin. Ne i tregojmë atyre që na e ka sjell Amerika Soros i Shqipëri, do ta mbajmë përgjegjësi për këtë zezë që i ka bërë Soros i Shqipëri.